po unë me thonë vërtetën shumë e kom urrejt punën e maqinës, rrapaqepsien. To e pasi gjithmonë e kom pa nonën e ngushtume të punu. Valla ja nisa me pistona, me funda si me thonë drejt, qaq edhe shpin e bona si djali pak, normal pak djali, pak dikush, veç edhe unë i nimova me pare, e bom shpijen, se qaq të në shqipun pistone e funda, sot më që me kjep. Qështu, ja dole ato në që, më rritën smija dhe më bon të naj, djali duli jashtë, qikën e martova. Nifën duke punuar e mban mend edhe e bia saj, Safete Gacaferi ndonë se kjo e fundit, asnjëherë nuk e ka adhuruar zanatin e nënës për të vetmen arsye, vuajtjeve të saj. Unë ja kom nisë me nonën me punue, kur e kom kry klasën e 8, do thotë në atë sezon të verës, e shifsha nonën teme se ishte tepër në zonë, kish qash shumë punë, sa nuk më i këtë gjitha me i mri e mi realizue për njerëzit që ju kish premtu me javkjep senet, atëherë me murë tha, hajde tha, të mësoj, tha që duhet me qep, ma pa të bli edhe mu një maqinë, kështu si u bujshën e ofër në teme, po unë me thonë vërtetën shumë e kom urrejt punën e maqinës, rrapaqepsien. To e pasi gjithmonë e kom pa nonën e ngushtume të punu, s'ka pas kohë për neve, nuk ka pas kohë as për veten, vetëm me mbjetu, me punu kjo ashtu edhe me mbajt familjen. E ajo më ka bo mua me urrejt shumë, po kur e pava qatë verë, si unë isha në pushim, do të të verës, hajt ashtë i një maj. Ja nisi po më tregon një murë thaste millit që shkanë qenë për paran, e mi prevë dhe këtë që hajde tash ullë ti, edhe që shqipi prej une, prej edhe ti, aty veç i mora hapat e parë, o mësova. Po në fakt, une kur u registrova në gjimnaz, të një vërtova me më shkollim, nuk punova, po ka njëherë kur e shisha tepër që është ka nevoj për mu, i një majsha, po gjithmonë kom dashtë më largu për këtij profesionit, se kjo profesion shumë fertimprurës, shumë i mirë, po edhe shumë i lodhshëm se të harxhon. Ndonë se nuk e deshi kur, jeta me sfidat e saj e ktheu prap në rrapaqepsi. Jeta, po gjatë jetë rrugtimit tam tjetës, mu dasht prap mu këthy e me hinë maqinë, kur u martova, me thëmi, u bunë shumë thëmi, kish nevoja me përkra fëmijët e mi, se si kishim mundësit, atëherë mu ka dasht thuja ti për zdyti, mu afru nga të nonës me se ishin haru senat, edhe me ripërsëritje do thotë, po kur i di senet, një freskim me njëherë të këthen aty ku i mësu mas pari. Kohen se si punonte ajo e mban mend edhe Nifa, e cila ishte e lumtur që vajza kishte një zanat dhe do të mundohej disi t'i dilte jetës me 5 fëmijët që duhej rritur. Edhe kjo ja nisi, edhe këto ja fali Zoti 5 fëmijë, 2 djemë, 1 qik, edhe i ditë burri la 3 me fëmijë.